vazhdon të ngrejë çmimin çdo gjë dhe Amerika, pra domethënë fillon të ende vazhdon të fitojë edhe më shumë se sa një dekadë më parë. E qartë, Sokol, për ta mbyllur çështjen e Donald Trump, çfarë ndodh nëse NATO nuk do të pranonte pra kushtet e tij? A do tërhiqej vërtet SBA-ja nga dhënia ose nga mbështetja ndaj Ukrainës? Jo, SBA-ja në fakt nëse e shohim administratën të Trump asnjë lloj ndihme nuk ka, asnjë mbështetje nuk ka, domethënë pra në thojza. Kjo janë retorika e Washingtonit të shoqë me zotin Trump, por nëse e shohim nga ana tjetër, domethënë në Europë ndaj thotë ne përshësim armë Rusisë, Amerika është e pamundur që të tërhiqet nga Ukraina, por vetëm ndryshon fjalë dhe thotë që ne nuk kemi mbështetje, madje sepse dihet edhe vetë se si ndoshta shumë e rrallë në historinë e njerëzimit ata gafat, ata gjërat që bëri kundra presidentit Ukrainës Zelenski në zyrën ovale atje, domethënë që ishin me të vërtetë një krimet më diplomatike, më të si mund ta quajmë në Shqip, domethënë më të turpshme që kanë qenë ndonjëherë, një njerëz që është pushtuar shteti i tij, një njerëz që mbi kombin e tij bëhet gjenocid, ku atëra kishim edhe që tashmë është edhe faktuar nga gjykata ndërkombëtare në genocidin e Buçat të Ukrainës dhe ku jemi sot? Pra kështu që Amerika nuk e tërheq atë, por thotë që nuk do ta mbështes, por në fakt e mira për Amerikën, për politikën, gjeostrategjinë e Amerikës është që lufta të shtyjë shumë, sepse në fund të fundit dikush do sponsorizoj dhe do sponsoroj armë, qoftë nga Rusia, qoftë nga ashtu, sepse edhe Rusia nuk është e vetme, se ka Kinën, e ka ndihmën e shumë të tjerëve, biles ka edhe ushtarët shtetit të Koreas Veriore, atje që dihet që tashmë po shkon edhe grupi i treti i ushtarëve të Koreas Veriore për ta ndihmuar Rusin, pra një superfuqi e botës në thojza që është gjoja e dyta e botës, nuk ka ushtar. Me këtë kështu që Amerika sponsorizon në të dy anët dhe me të vërtetë që Amerika të ardhurat kryesorë që ka nga ana globale, i ka nga shitja e armëve, ku ajo pushton të gjitha tregjet ndërkombëtare dhe kështu që lufta mbështetja domethënë gjërat nuk do ta mbështesë Ukrainën, këtë është të pamundur sepse lufta është vetëm gjë që intereson Amerikës dhe sidomos ditët e sotme, ku çdo gjë domethënë ka humbë vlerën e saj, Kombet e Bashkuara, drejta ndërkombëtare, diplomacia ka humbë vlerën e saj. Normalisht lufta është një nimet i madh, një mirë e madhe dhe shumë fitimplurëse për Amerikën, edhe pse thotë nuk do të mbështes këtë apo do të mbështes këtë. E qartë, Sokol, nga ana tjetër, si e ke parë dhe vizitën e Marco Rubio në Izrael, a mund të ishte ky një mesazh i qartë pra se SBA-ja po miraton goditjen izraelite brenda territorit të Katarit dhe pavarësisht pra se ky i fundit është një ndërmjetës zyrtar i paqes? Apo patjetër, tashmë kjo duket krejt qartë edhe zoti Rubio që në fjalimin e tij që mbajti në Tel Aviv te muri i qarjes që shkojnë lutën hebrejt atje, por edhe në prononcime të tjera për media, është qartë që është me çdo kush është pro Izraelit, dhe tashmë pas fluturimit të zotit Rubio që u largu nga Izraeli vazhdoi ende edhe më haptas gjenocidin ose në thojza pushtimin e Gazës, ku deri më tani vetëm ditën e sotme kemi në mos gaboj 48 të vdekur, dhe këto janë shifra zyrtare që vinë nga Tel Aviv dhe jo nga pjesa e Gazës, kështu që Amerika është totalisht për Izrael. Biles unë nga njëherë mendoj Gresinda që Izraeli është një mashë e Amerikës, ku me të vërtetë ato i frut frikën gjithë botës që po djeg, po pretin, bëhet fjalë për 65.000 vetë, ku 18.000 kemi kalamaj, kemi fëmijë, kemi bebe, domethënë nga një ditë deri në 3 muaj kemi mbi 15.000 nëna shtatzane, gra shtatzane që janë vrarë nga ushtarët Izraelit, pra këto janë të gjitha krime kundër njerëzimit, pastrime etnike, domethënë kemi shkuar në fund të fundit dhe kjo është normalisht që është fruti i Amerikës, pavarësisht se ne e quajmë shteti i Izraelit, bën Netanyahu, por do pa ndoshta pak më gjerë temat dhe normalisht tashmë besoj që edhe pse ishte mbledhja e samiti i radhës, urgjencë i radhës në fakt i Ligës Arabe dhe organizatës të bashkëpunim islamik, ata nxorën një fjalim në fund, një përfundim që ne
të jemi kundra këtyre që bërë Izraeli, po asnjë forcë, sepse Izraeli do të mund të ndalohet vetëm forcë, por e vetmja gjë që ishte, domethënë, pas vizitës zotit Rubio në Izrael është të paktën bota arabe në thojë, nëse ka një botë arabe apo një botë muslimane, tashmë kanë kuptuar krejt të qartë që të jesh mik i Amerikës nuk do të thotë që je i sigurt, edhe pse Katari, sidomos Doha, Katari, Emiratet e Bashkuara Arabe të tjera paguajnë triliona dollar për të mbrojtur Amerika, por duket që Amerika nuk është ajo Amerika që kanë kujtuar dhe a mund kemi ndaj lëvizje brenda popujve arab në bashkim me kështu, do ta shohim në muajt apo në vitet. Nga ana tjetër, Sokol, apo hyn lindja e mesme në një fazë të re, pra ku edhe shtetet që kanë luajtur rolin e paqëbërësit, po kthehen tashmë në objektiva ushtarake? Po patjetër, tashmë kjo është e qartë pas qëllimit bombardimit në Doha nga ana e Izraelit, kjo tregon krejt haptas dhe tashmë biles në shoh nëse liberemi edhe analizave të lindjes të televizioneve, të mediave, të lindjes së mesme, por edhe mediave turke, tashmë ju ka hyrë frika në palce dhe çdo shtet ka frikë më që të jetë ndërmjetësues, domethënë deri diku që u bën të fjalë për ndërmjetësues, për diplomaci, për të ulur së paqe dhe ato vritën domethënë me atentate me falni me predhat e ushtrisë izraelite ku ndihmohen nga Anglia dhe nga Amerika sepse rrezet sepse vetë avionat ftarak izraelit nuk e kanë mundësinë të shkojnë nga atje në Doha të bombardojnë dhe të kthejnë pa pas logjistikën e tyre dhe pa mbushur në ajër në fluturim domethënë me karburant dhe këtë logjistik ja ka bërë Anglia dhe Amerika. Pra kështu që është ajo që me të vërtetë që ditët nuk ka të mira për lindjen e mesme dhe sidomos edhe për ata aleatët në thojzat e Amerikës, ata do të rishikojnë strategjinë e tyre të paktën që të dinë se mbrojtja nuk është nga ajo që pagua, por do të jesh vetë një fuqi që të paktën të mbrosh veten tate. E qartë, mirë Sokol, për të kaluar pra tek vendi ynë, tek politika në Shqipëri, Kryeministri Edi Rama shpalli kabinetin e ri pra për mandatin e 4 qeverisës, me 17 ministri, një prej cilave sis nuk ka ndodhur ndonjëherë do të jetë edhe pra një ministre virtuale. 8 ministra kanë ikur, ndërsa pavarësisht se do të vijojnë edhe angazhimet sigurisht pra në aktivitetin parlamentar, përveç Bora Muzhashi që mbetet tashmë vetëm deputete. Pyetja ime parë se si ke parë këto ndryshime dhe a është ky kabinet vërtet një produkt i reformës reale apo mund të ketë këtu pra edhe pazare politike brenda Partisë Socialiste? Një në radhë të parë është lufta brenda llojit, do të kuptuar domethënë pak më gjerë. E dyta është që lideri, zoti Rama, tregon që vetëm unë jam në këtë vend askush tjetër, qoftë në partitë, por qoftë edhe në opozitë, qoftë edhe në marrëdhëniet ndërkombëtare, kurse çfarë ndryshimi kemi, nuk kemi. Në fakt edhe pse gati gjysma e parlamentit janë antarë të rinj, kemi kultin e liderit dhe lideri bën çfarë të dojë, domethënë qoftë në fakt do të thënë edhe kjo edhe nga ana e djathtë, kemi ata që zgjedhjet dhe të zgjedhurit të emëruar në listën e mbyllur apo në listën e hapur janë ata probleme që ju dini edhe shumë më mirë se unë sa nga kisha. Aspektin e marrëdhënieve ndërkombëtare nuk jam shumë i fokusuar ndoshta me politikën e brendshme, por çfarë ndryshimi ka? Jo, ndryshimi është kjo që bëra një dhomë, bëra një salloni të shtëpisë, domethënë ke ndruanën e koltuqeve, ke kalon më në mantjet e çfarë ndryshon asnjë sepse në Shqipëri kemi liderin dhe vetëm zoti Rama është atje, por normalisht për të qenë sa më i fortë ai duhet eliminuar dhe vetë llojin përmbrenda atin apo jo, jashtë, domethënë opozita nuk është më e rëndësishme për Edi Ramën, por me ashtu ku dihet mirë që këtë lloj skeme politike që sila kemi parë edhe në Turqi, ku jam prej dekadash këtu dhe njëjta metodë, domethënë pasoni në radhë të parë shpintate ku dihet domethënë Zelenski kryeministrat, ministrat vetë besueshëm, shokët e fëmirisë Edi Ramës, ato që bëshin kryqe bismillah për Edi Ramën, ato tashmë ku janë? Disa janë të kërkuar nga drejtësia shqiptare, disa janë nuk dihet se ku janë, disa janë në burg e të tjera, pra kështu që Edi Rama pasuron edhe mbrëmsinë e tij, domethënë dhe bëhet edhe më i fortë dhe të gjithë ata e adhurojnë dhe janë të detyruar të adhurojnë sepse ja heq çdo gratis që ka domethënë në qeveri apo në parlament apo në tjetër, kurse të tjerat janë shifra dhe nëse e shohim për shemb të gjithë ministrave, deputetëve të rinj dhe të vjetër, është nga që kemi median sociale këtu, sot ndoshta para 20 vite nuk e themi, nuk e kishim thënë dot këtë Grecia, por do të thënë kjo që të gjithë shifit të gjithë ministra, deputetët, TPS-s ashtu,
të gjithë sikur mos kenë një identitet të tyre për vetëm liderin e tyre. Pra domethënë nuk është një ajo dëshirëshmëria e kombit shqiptar, një pritshmëri, një ashtu, por është thjesht ashtu ka ndrru, domethënë kaltugun nga ana e ka kalu ma tan tjetër për asnjë gjë tjetër, sepse vetë për çdo gjë është zoti Rama dhe forca e tij në PS, në të gjitha institucionet e shtetit, por ashtu edhe ku nuk i arrin forca e tij, domethënë duke përdorur prokuroritë të posaçme, siç ne në Shqipëri themi spaku, duke të qëndron për të siguruar dhe për të shtuar forcën e tij mbi çdo lloj pushteti që ka në Shqipëri, kështu që nuk kemi ndonjë gjë që të re, domethënë për atë, kurse për atë diella e jonë, me të vërtetë që kjo është një gjë e bukur, pak në gjithë bota po flet për këtë, por është turpi sepse në thojza një lider si Edi Rama, një artist që me të vërtetë në punën e tij është artist, edhe pse ka bërë shumë gjëra jo të mira për Shqipërinë, nuk është me qenë në vend tjetër, edhe pse boshatisi Shqipërinë për të thuar sekret, përsëri është një gjë e mirë sepse foli gjithë bota për atë, por çfarë është ajo? Ajo është thjesht për të tjetërsuar aktualitetin dhe problemet e zgjedhjeve të kaluara dhe si janë marrë, si janë bërë, si janë ashtu, por asnjë gjë tjetër dhe kështu që Shqipërisë duhet një rrugë drejt Bashkimit Evropian dhe nëse referohemi fjalimit e tij që mbajti sot zoti Rama në atje, nuk ishte një fjalim i ndenjë që jep atë që meriton Shqipëria apo atë që duhet ta ketë Shqipëria, por është thjesht një politik e një politikanti që është një lider që jetë vetëm ai dhe askush tjetër, ku realisht në Shqipëri kjo duket krejt qartë, mendoj unë. Nga larga. Nga ana tjetër, si e ke parë që Ministria e Brendshme tashmë do të drejtohet nga një grua, pra ministre